Punimet për ndërtimin e objektit të ri të entit social në komunën e Shtimës, që ka nisur një ditë më parë, kanë hasur në kundërshtimin e disa banorëve të fshatit Zbarc. Ata shprehen pakënaqësi se objekti, që është pjesë e projektit që i përfshin 4 fshatra të komunës, është para parë të ngrihet shumë afër shtëpive të tyre dhe kanë kërkuar që lokacioni të ndërrohet. Nuk jena kundër projektit, jena kundër lokacionit. Lokacionin ka mundësi me shtinë belën e 1 kilometër ma largë, me na vlargu prej shtëpia. Pse na fërsit fshatit ton, kur ka mundësi me çu, asnjë fshatit nuk i pengon, asnjë lagj, asnjë kërkues si pengon. Ka mundësi. Pse me na afro të shtëpia? Që kjo neve ma shumë ti po na pengon, edhe ata janë njerëz vjeshëm keq për tyne, që janë çmund, po ato e kanë prej Zotit. Këtu e në bo do plane, do projektin bo, pa iniciativën e fshatit, pa e ditë fshatit. Planin, projekte kanë bo, në komune kanë bo, nuk në ka lej bo heq. As ka po bo, as ka po ndërtojt, vetëm këror puna që me anis punimet me punun të në fshat. Ndesë më në vynë neve një fushë sportë, një shkuat, një diçka një ambullon me maru, nuk kem të reterna, nuk kem. Banorët patë ndërzuar më herët në komunë një peticion me rreth 200 nënshkrime me kërkesë për ndërrimin e lokacionit. E pas një proteste që e mbajtën të hënën, ata paralajmëruan edhe të tjera, po që se komuna nuk u jep përgjigje kërkesave të tyre. Por kryetari i komunës së Shtimës, Qemail Aliu, tha se lokacioni nuk do të ndryshohet dhe se vendimi për të është marrë bazuar në planifikimet e bëra nga qeveria. Duke qenë institucion qendror, Qeveria e Republikës Kosovës e ka buxhetu edhe e ka financu edhe neve na është kërku një hapësirë prej 5 hektarësh në një zonë ku janë toka publike, domthonë për mos me pas nevojë shpronësimi. Edhe ne si komunë e Shtimës në mungesë të shumë pronave, sepse kemi hapësira të kufizume, ja kemi përcaktu si lokacion atë region larg zhurmes, larg qytetarëve, larg institucioneve, larg smogut, në konform domthonë atyre konditave që janë harmoni me natyrën e sëmundjeve të atyre pacientëve. Projekti për objektin e ri të entit social, i cili pritet të finalizohet brenda 2 vjetësh, e kap vlerën e investimit prej rreth 6 milion eurosh.